Tani unë do lexoj një thyerje të Vockël. Një thyerje nga Einsteini për vajzat. Ato i kam pikë të dobët dhe përshëndes dhe vajzën time që e dua shumë. Edukojeni mirë vajzat tuaja. Mësoni të bëhen zonja të vetes. Mësoni që rruga për të bërë të ndershme kalon nga zemra. Mësoni që nuk është nevoja të shkurtojnë fundi në kthesën e parë sa del nga shtëpia. Mësoni se mund të veshin çfarë të duan. Mësoni që parimet dhe normat qëndrojnë në tru. Mësoni që xhelozia dhe dashuria janë dy gjëra krejtësisht të ndryshme, por është gjë e keqe dhe e shëmtuar kur dikush nuk të respekton. Edukojni mirë djemt tuaj. Mësoni të tregojnë respekt për gjinin tjetër. Mësojni që femra kur kthehet natën vonë nuk është duke u kruajtur me dikë tjetër. Mësoni që një femër mund të mbështetet në supë dhe t'i përqafojë dhe si mik. Mësoni të mos kenë frikë të prekin, që të dashurot do të thotë të vlerësosh. Mësoni që t'i dalësh për Zot dikujt, nuk do të thotë se është prona jote. Mësoni që nuk janë pëlhure rrallë indiane, dhe nëse janë të tillë, duhet të dinë që nga ajo pëlhur prodhohet shami për hundët. Mësoni që të mos nënçmojnë askënd. Por mbi të gjitha, këto mësoja në fëmijëve, edhe që janë brenda jush, fëmijës vogël. Të jam mësojmë dhe vetes, jam mësojmë fëmijëve, po të jam mësojmë dhe vetes. Mirë, kjo ishte Vënçja, kjo ishte Psepseja, do të shkojmë në Vënçë, se mezi e presa të Vënçë. Po e kam shumë qejf. Me miq fantastik që kanë mbritur këtu live për të folur nga kjo studio, që flet me gjithë Shqipërinë dhe me gjithë shqiptarinë kudo janë përmes rrjetit tonë në YouTube. Kemi dhe nga mesazhe nga Kosova pa fund. Sepse kemi një temë shumë të rëndësishme, do të flasim për të huajtur Shqipëri, ë? Po. Pas pak në Vënçë.